disa porosit të kësaj sure të sa të neve kemi mundësi të nxjerrim nga kjo sure. E para, ku Allahu te bareke ve teala thot al-qari'atu mal-qari'a wa ma adraka mal-qari'a. Goditja e madhe me zhurmë. Çka e di çka është goditja? Dhe kush mund ta mëson tyje çka është goditja? Mësimi i parë që e nxjerrim nga kjo sure e begatshme është se neve edhe mësimet që i dina, edhe të dhanat që i dina, edhe njoftimet dhe sa neve jemi njoftue, janë begati Allahu te bareke ve teala. Andaj besimtari nga kjo sure e kupton se ka shumë gjëra të cilat nuk mund t'i percepton ato, sepse Allahu nuk ka dhënë leje. Andaj Allahu xhelala i ka bë trunit kufi. Allahu i ka bë trunin kufi. Dhe ajo e cila është e limituar s'mund ta percepton atë e cila nuk është e limituar. A do të mësohemi që ti kthehemi modestijës dhe ti kthehemi thjeshtësisë, në veçanti me çështjet e Allahut te bareke ve teala. Çështja e imanit në Allah, çështja e besimit në melaçe, çështja e besimit në llogari, çështja e besimit në gajb, janë çështje të cilat truri duhet të ndalet dhe mos gjurmon atje ku s'ka mundësi me lëvrue, dhe mos gjuhë ngurzi atje ku s'ka mundësi me aqëllue. Që ka thënë Allahu te bareke ve teala, rajmen bil ghaib, ka për njerëz që e gjuhin fjalën, e gjuhin ngurin, po s'kan mundësi me aqëllue. Andaj, çka të ban tyje me mësu çka është goditja, për neve është mësim që të ndalemi në kufit e tonë. Nuk i dim të gjitha, shumë ma shumë nuk dim se sa dim. Dësa njerëzit prap kanë fodullok dhe prap shtirën dhe mbahën dhe mburrën me të madhë se po din diçka. Çka dim neve? Ne nuk e dim të nesërmen, ne nuk e dim pas një javë çka bëhet, ne nuk e dim për as një zën çka neve na rrethon. Po çka bëhet fjala për ahiret? A do kjo mësimi i parë. Mësimi i dytë që neve nxjerrim nga kjo, edhe ajo është rritja e madhe e Kur'anit, çështjes së zjarrit dhe ahiretit. Shikon sa sure neve kemi përmend zjarrin e xhenemit. S'ka sure që s'është përmend zjarri i xhenemit. A është kjo rastisht? A thu valla i cili o më i mëshirshëm, pse na tu që ka shumë? A i cili o më i mëshirshëm, Rahmanur Rahim, më i buti, më falsi, pendim pranuesi, a i cili s'ka si a i gjellë gjellalu, pse e ka ranu ka shumë ahiretin, pse e ka ranu ka shumë xhenemin? Për ta ngrit të vetdia e besimtarit dhe të njeriu, dhe çështja shumë serioze. Tuti Allahu ndash me shpëtue, por ndishë s'ka me shpëtue. Dhe i dëgjojmë disa njerëz për shembull thojnë, a duhet dhe shmutut për me shpëtue? Dëgjoni një hoxh i madh i muslimanëve i cili ka pa sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka qenë një orë me emrin Hasan al-Basriu. Erdhi njeri dhe i tha, o hoxh, disa njerëz veç na tutin, ruju pi Allahut, ruju pi xhenemit, ka dal haramia, ka thonë dhe do tjeri kemi shumë na japin shpresë. Hajtë se bëhet mirë, hajtë se Allahu kejtë ka me na falë, e kështu me radhë. Cilin të ngojnë, a tha, cilin palë të ngojnë na? Hasan al-Basriu, ki njeri i cili ishte rrit në dur të sahabeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E kanë thonë dietarët kur fliste me atë ngjyrën e cila buronte nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ju tha? Tha, o ju njerëz, me ju tut dikush e me ju qu me një vend sigurt, është ma e hajrit se dikush me ju siguru e me përfundu me një vend që kini mu tut shumë. A është kjo e logikshme? Njani cili tut dhe të përfundon në një vend xhenet, siguria më e lartë, cila më e mirë? A njani cili ty e të lakmon dhe të përgdhel dhe të ban qefin edhe në fund gjun me një vend shumë trishtushëm? Cila është e logikshme? Ma mira i cili tut, ma mira i cili dhët, ki vrik zotin, ruju, e ndë nuk është e sigur. A dhe shka tha Allahu te bareke ve teala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha thuju njerëzve, wa ma adri ma yuf'alu bi. Në një periudhë shumë gjatë pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk e ka ditë se banori xhennetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i ka zbrit ajet dhe kjo ajet ka qëndru kohë gjatë derisa kanë zbritur ajete tjera se ti je banori xhennetit. Çai ka thënë Allahu xhelala? Ka thënë thuju këtë njerëzve, unë nuk e di çka ka më ndodhur me mua. Pejgamberi Allahu. Dhe kur kanë dek njerëzit ka çajt, një ditë për ditë e kanë thirr familjarët e tina, hetë se ka dek një foshnje. Dhe aje pa të edhon shpirtin
Dhe pejgamberi sa filloi me çajt. Tha o ju njerëz, kjo puna shumë e madhe. Edhe njëri pi shokëve të tij ishte afër Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an. Tha ja Rasulullah, dhe ti kana. Sa e kish penduar se pejgamberi i Zotit kish duhet me kajt. Tha e çajt me as për rahmetit Allahut. Pro ai i cili ishte i siguruar në fund, çante për njerëzit. Çante për njerëz nga se ahireti është punë e madhe. Dhe mesazhi i tretë nga kjo sure e madhe në përmbajtje është fjala Allahu te bareke ve teala fa amma man thaqulat mawazinu. Dhe fjala tjetër fa amma man khaffat mawazinu. Sa i përket atij i cili e ranon peshorën, dhe sa i përket atij i cili let e prek peshorën. Me çka ranohet peshorja? Dietar kanë thënë, ky ajet është ai i cili jep vlerë veprave. Na ketin ato punue. Ketin ato punue. I mirë i keqin ato punue. I miri me të mira, i keqi me të këqija. Besimtari punon edhe pa besimtari punon. Po punën vetveti s'ka kimet, pos nëse Allah i thot mirë tash. Mone men këta. Puna, sakrifica në vetveti nuk është e lavdrueshme. Edhe kriminalet lodhën, e kemi thënë neve disa herë. Edhe kriminalet i dalin djersë. Edhe hajduti njërësit e të vedhë. Edhe ai që korrupton ranohet. Edhe ai punon me të vetën. Por jo çdo punë shkon te Allahu xhelalu ala. Andaj Allahu ketë punë të këqija. Ai di sa ka punë të këqija që janë bën ndonjë. Sa ofendimi është bë vetë Zoti xhelalu xhelalu. Tha Allahu te bareke ve teala khaffat. S'kan lera këto. Andaj ta morën një mësim të madh nga kjo, se neve i japmi legitimitet punëve tona me emër të Allahut. Kur Allah thotë ç'ta bane, ç'ta mos e ban. Kto kanë legitimitet. Madje jo veç kaq. Morën mend, dhe kjo është kulmi, maja. Puna dhe mu kanë valide është një shart i mbrëmshëm. Nuk bëhet e kabull të Allahut pa e pas këtë shart. Dhe kjo është feja e Zotit xhelel xhelalu. Erdhi njëri te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, njëri ka qef me bo punë të mira, po ka qef edhe mu përmen. Mia përmen njerëzit se je i mirë kështu me radhë. Dhe pejgamberi sa më shujti. Ai prapë tha ja Rasulullah, njëri ka qef me punu punë të mira, po ka qef edhe mia përmen. Dhe prapë përshtrejti dhe shujti. Në fund çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi sa më s'ka ardhur me bo qefe. S'ka ardhur me thon, ani valla ma se ti po ki qef çështu pelona me tonën. Jo. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, shkruaje këta. Shkruaje në zemër. Allahu xhelle xhelaluhu nuk i ban kabull pe veprave, po sa ato çka janë bë veç për ftyrën e Zotit xhelle xhelaluhu. Edhe e mirë mu kon puna, nëse se ki bë për Allah s'pranohet. Dhe ka ardhur hadith nga pejgamberi alayhis salam në Sahih Muslim, nga pejgamberi alayhis salam se ka thënë ana aghna ash-shuraka. Ka thënë unë jam më i pavarur me pas ortak. Men amile amelen ashraka fihi ma'iya shay'a. Kush e ban një punë, më ka bërë ortak me dikan, taraktuhu wa shirka. Edhe ata e la dhe punën e tina. Me botin namazin, me të pa dikush rrezik. Sadakan me dhan për me të pa dikush rrezik. Me bani punë të mirë, po ti ki qef me të lavdruar rrezik. E çka thu kuro e keqe? Punë e mirë mu kon, mos me ba për Allah s'pranohet. Mu kon e keqe, sa është e keqe ajo? Sa e liga ajo? Andaj tha Allahu xhelalu ala, ranohet peshorja me punë të mira dhe lehtësohet peshorja me punë të këqija. Andaj neve i kemi edhe disa frim, i kemi edhe disa diçka i ka caktuar Allahu xhelalu ala për të jetuar për asnjë arsye tjetër, veç për një, për mi mbush me vepra të mira. Mundoje me shfrytzu çdo moment, çdo çast, çdo ditë, çdo mëngjes, çdo akşam me punu diçka për hir të Allahu xhelalu. Nga se jeta për këtë është dhënë, jo për diçka tjetër, jo për argëtim, jo për zbavitje. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në fund, wa ma adraka ma hiya. Tha Allahu në fund, o Muhammed alayhi salatu, çka e di ti, çka është armi? A di për çfarë zjarmi bëhet fjalë? Narun hamia. Një zjarr i cili veç me fut njerin aty, dhe çka do që të futësh aty, ta nxjerr të zi. Allahu na ruaj për atë zjarrin. Në lushpi Allahu xhelalu ala që Allahu të na ban për atë rëndësat, i mbushim zemrat me iman dhe i mbushim gjymtyrët me islam.